Protestuesit antiqeveritar në Stamboll u mblodhën në natën e 7 të protestave të martë në një fushat demonstratash të shkaktuara nga burgosja e kryetarit të Bashkisë së Stambollit. Ky është aksioni më i madh i opozitës në një dekadë pavarësisht arrestimeve masive dhe përleshjeve me policinë. Ndërsa policia e trazirave vëzhgonte njerëzit ndezën flakë është ndërtesës së bashkisë së qytetit më të madh të Turqisë, në shenjë proteste ndaj arrestimit të rivalit kryesor të Erdoganit, që nga arrestimi i kryebashkiakut Ekrem İmamoğlu javën e kaluar, qindra mijëra njerëz janë mbledhur në sheshe, rrugë dhe kampuset universitare, duke brohuritur parolla kundër Erdoganit dhe duke bërë thirrje jo vetëm për lirimin e İmamoğlu, por edhe për drejtësi dhe të drejta. Protestuesit, partitë opozitare, liderët evropian dhe grupet e të drejtave të njerëzit e kanë quajtur ndalimin e İmamoğlu një veprim të politizuar dhe antidemokratik. Tubimet janë të ndaluara, por megjithatë kanë vazhduar pothuajse tërësisht në mënyrë paqësore deri në orët e vona, kur policia ka përdorur shkopin dhe spray piper në përgjigje të prellave, si dhe ka arrestuar më shumë se 1400 njerëz. Ndërkaq presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan kërkoi të marrë durim dhe arsye të shëndoshme atyre që ai përshkroi si një ditë shumë të ndjeshme për Turqinë. Hareket etmemiz gereken gerçekten çok hassas günlerden geçiyoruz. Ata që terrorizojnë rrugët tona dhe duan ta kthejnë këtë vend në një vend kaosi, nuk kanë ku të shkojnë. Rruga që ata kanë marrë është një rrugë qorë, tha Erdogan ndërsa fliste me një grup të rinj, një iftar në kuadër të muajit të shenjtë të Ramazanit. Një gjykate e burgosi İmamoğlu të dielën në pritje të gjyqit për akuzat për korrupsion, të cilat ai i mohon. Qeveria ka hedhur poshtë pretendimet për ndikim politik dhe thotë se gjyqësori është i pavarur.